Sot kur po flasim, sa ministra ka koalicioni Vlen? A janë ministra, ose më konkretisht, a janë ministra të koalicionit Vlen edhe zoti Limani dhe zoti Fetaj? Zoti Limani dhe zoti Fetaj janë ministra të koalicionit Vlen për arsye se ende janë ministra. Sipas informacioneve të cilët janë. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka qenë në kongresin e koalicionit? Jam përgjigjur në këtë pyetje dhe më herët më parashtroi në një intervistë. Nuk du të komentoj vendimin e një kolegu tim se si ishte apo ishte në kongresin e bashkimit të cilët e organizuar. Ju nuk e komentoni, kryeministri nuk e komenton nga ta dinë që me 9 maj, por ajo që ishte që ndodhi me 9 maj ishte historike për arsye se 5 subjekte bëhen një. A do t'jetë zoti Limani e zoti Fetaj më të tjerë ministra do të vendosin subjekti politik Vlen. Vleni duhet vendos se kryesia e Vlenit, liderët e Vlenit sa do t'jenë ministra apo jo. A do t'jem edhe unë ministra, se ndoshta edhe unë nuk do t'jem. Që ju do të vazhdoni me këtë resor? E theksova, më varet prej subjektit. Kush vendos? Subjekti. Pra dy kryetarët. Kryetarët, kryesia qendrore, po do të respektojmë çdo vendim që do të merret nga ana e tyre. Mirë, po megjithatë qeshori është shumë afër. Pra jemi në fund të muajit maj, rikonstruimi është paralajmëruar në qeshor, është diskutuar në realitet se do të ketë edhe ndryshim resorësh, për shembull do të vazhdojë koalicioni Vlen të qeverisë me shëndetësinë? Ka diçka konkrete në këtë drejtim sa i përket të resorëve? Do të thotë si çështje ende nuk është diskutuar në konkretisht se kush do të mbetet, nuk ka vendim në Vlen se kush do të mbetet dhe kush do të shkon dhe ende nuk kanë filluar negociatat në mes subjekteve politike që përbëjmë koalicionin qeveritar. Përkatësisht në mes Vlen dhe VMRO DPMN-s. Momentin që Vlen do të përfundojë edhe me analizën e brendshme të cilën janë duke zhvilluar liderët dhe kryesia dhe më pas të merret vendimi dhe fillimi i negociatave, do të kemi një fotografi më të qartë se a do të kenë ndryshim të resoreve apo jo.